Një zjarr ka përfshirë një banesë në Maliq. Si pasojë e asfiksisë, shtetësja Merjeme Azislari, 38 vjeçe, ka ndërruar jetë në banesë. Në shtëpi ndodheshin edhe 2 fëmijët e mitur të cilët u transportuan në spital, ku si pasojë e asfiksisë humbi jetën djali 14 vjeçar, ndërsa vajza 6 vjeçare ndodhet në gjendje të rëndë. Për shkak të djegjeve të shumta që ka pësuar në trup e mitura është transportuar me urgjencë drejt Tiranës. Fëmijët e familjes Azislari i kanë dhënë detaje nga rënia e zjarrit, ndërsa kanë shtuar se familja ndodhej në gjendje të vështirë ekonomike. Familje punëtorësh. Ishin nga ekonomia dobët, po punonte ai i shtëpisi, baba i fëmijëve, vinte në punë, në ndërtim, punonte. Ajo mbante 2 fëmijët aty. I ushqente me asa kishte mundësi, bashkia i ndihmonte jashtë mase, muaj për muaj, i jepte edhe ndihmë, dhe plus që merrte edhe ekonominë që fëmijë ishin me autik. Të 2 fëmijë, dhe djali dhe vajza. Vajza ishte më e vogël se djali. Djali ishte më këmbë, rrite vajza jo dhe aq. Aty ajo ka një krevat me syngjera aty dhe ata fëmijë trazonin zjarrin. Dhe rën zjarri aty, djegur syngjeri dhe në bazë të asaj dihet që po botym syngjeri s'ka flak vetëm tymben. Dhe vajza parë dhe u hedhur nga dritarja vajza. Vajza hedhur nga dritarja, kurse ata të 2 kishin tym, nuk mundet të delin. Vajzën e shpëtovi, doli një zonjë aty, e shpëtovi ajo. Kurse djali ishte mbaruar në tjerë, gjatë. Shërbimet e policisë dato zjarr fikse bën të mundur shuarjen e zjarrit. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të rënies së zjarrit dhe dokumentimin ligjor të rastit.